Zoti Çipi, përshëndetje. Jemi qetësuar një javë, por nuk na ka iki nati akoma. Tashmë normal. Po. Ishte një mundësi që ishte për herë të parë që na ndodhte, domethënë, kështu që është gjë normale që të vazhdojmë ta diskutojmë akoma. Ishte një rast që tani nuk vjen gjithmonë për skuadra si ne, si Shqipëria. Qa nuk bëm mirë në këtë takim? Se, dakor, deri aty vajtëm mirë. Kur vajtëm Serbi, ndajtëm këtu deri në 6 mëngjesit, festuam, i dhëm komplimentet, i ngjitëm në zonosferë gjithë futbollistët, po kur s'kon mirë, do i themi tani, se Flori është nga FSHF, dihet tani, do thoj, jo, gjitha në rregull, mjaltë e qumësh, zakonshëm, apo s'ka filluar televizioni federatës tashmë, është bërë... Unë kam këtë mendim, që po i bie shkurt fare. Për atë që jemi, futbolli që përfaqësojmë sot në Europë, unë them është një rezultat shumë i mirë. Unë jam i kënaqur. Kam dëgjuar që kritikohet jashtë mase trajneri. Po unë them që me këta futbollistë që kemi ne, është një arritje shumë e madhe. Do bëjmë krahasim me Kosovën? Po. Sa orë punë kanë këta tanët dhe çfarë lojtarësh janë ata, çunat që luajnë me Kosovën. Është për mua, si Kreshnik, është diferencë shumë e madhe. Ne dhe ato që kemi të themi më titullarët, Gjimshiti apo Ismaili, që janë të vetmit që kanë qenë, ndoshta edhe Gjimshiti deri dje ishte në të themi lojtari kryesor, se tani ka filluar ka probleme dhe ai me trajnerin e ri, dhe Ismaili që themi ishtë titular të Torinua, lojtarët e tjerë janë lënë domethënë sepse edhe Mitaj që ishte shkoi nga Arabia Saudite, filloi na doli jashtë lojë edhe ai. Kështu që unë them, në tërësi, trajneri e ndërtoi shumë mirë lojën. Bëri një mbrojtje të fortë, do thuash të njëjtit lojtarë janë ata, për fat mirë shkoi shumë mirë dhe i hysa atë ditë. Edhe treshën e mezit fushës e ndërtoj shumë mirë, diskutohet tani, jo Mehmeti, jo Hoxha, mund të ishte Muçi mirë, jam dakord dhe unë, po ju sa po thatë dhe vetë rastin që Jasir Hasani erdhi nga Içi dhe bëri 3 gola që në këto vite që kemi ndjek futbollin apo që ka futbollin në Shqipëria, nuk i ka bërë kërkush në Shqipëri. As lojtari, as Panajot Pano, as kërkush tjetër. 3 gola të përkryer që vetë e Altin, apo jo? Këtë muhabet... Po vetë me thash, vetë po e pe që tha Gentile? E pe? Qa ndodh me managerët? Qa ndodh me managerët? A duhet i friksojmi në kësaj? Është të mërshme? Atere, ja ta përfundoj mendimin tim. Unë them, në një ndeshje jashtë, në një ndeshje që presim të shkojmë në kampionatin botror, e kishë ndërtuar jashtëzakonisht mirë trajneri, ekipin dhe skuadrën. Pastaj ishte Hoxha, ishte Muçi. Po pse, po t'ishte dhe Muçi dhe Mehmeti mund t'ishte ndërtuar akoma më mirë. As ti asun se dikte. Po se Mehmeti. Ore, dikush thot mund t'ishte Broja. Po. Kjo është për të vërtetuar, teoria është teori. Pas ndeshjes ne të gjithë ti bëj një pyetje Kreshnikut. Po ju ti bëj kjo pyetje Kreshnikut. Ti bëj një pyetje Kreshnikut. Po. Kreshnik mirëmbrëma. Po. Po jashtëzakonisht mirë, u vendos skuadra shumë mirë, patëm dhe rezultatin që shnuam një gol, edhe kishim kontrolluar lojën. Mbas psimit golit, mund kishte mundësi Silvinjo t'i fusë këta që të pak nëse ajo ndeshje ishin me një takim, nuk kishte më rezultat tjetër. Si e mendon ti, domethënë? Thjesht. Po sigurisht. Për këtë, domethënë duhet të forconte më shumë. Se vendose skuadrës ishte e mirë. Por mendoj që unë pjesën e dytë ai duhet pak në këta lojtarë që në për klube kishin performancë, për këto thash domethënë. Kjo ka qenë domethënë pretendimi mendoj unë edhe njerëzve, mbase nuk din ta shprehin mirë, kurse për sa i përket objektivit skuadrës, ne dolëm play-off, jemi në objektiv jashtëzakonisht, sepse era parë që del Shqipëria. Po për ndeshjen konkrete. Apo ti bësh gjykim. Tani, kjo si e mendoni? Duhet i fusë ai më shpejt lojtarët apo duhet t'i fusë në momentin? Do më lësh ta them mendimin tim, ja ta them pra. Broja mund të, fatmirësisht Broja, ato 50 prime, që bërë edhe bëri shumë të mira. Kjo na jep të drejtë të themi, se futi 20 minuta në para, 30 minuta. Po më mund ta kish bërë dhe këtë, pjesën e dytë mund të luante me
Me Muçin dhe Brojën që... Po. Unë them në mos harroni që ky ekip kombëtar jemi, kjo përfaqësuese jemi. Nuk krahasohemi me Kosovën. Jo më pastaj. Fatmirësisht e di. Dhe unë dhe Dakord me zotin Çipin, dakord, po kur dilni të barazim me Barcelonën, me Barcelonën, edhe ju tani zoti Çipi, kur dilni ju barazim me Barcelonën, keni luajtur 4 herë, 2 barazime, një fitore, një humbje me Terry Venables, me Gary Lineker, me Hughes historira. Qofse shkojmë të rjetën me këtë ndjenjën e inferioritetit. Ore, Greqia doli kampion e Europe. Ne kishim i mundësi të ardë me Polonin që të paktën ne të merrnim këtë kualifikim. Altin, shi qa po them? Po them... Nuk e di, ka një problem. E përblodhi kështu, po tha duhet kishe fut më shpejt, kaq. Po mirë, duhet të kishe fut më shpejt, problemi është dhe të guxoj. A gjove që tha Klinsmann, kë Jamali do ishte për në kategori 2. E fiksu. Jo, më dakord më. Klinsmann e fiksu. Po të Klinsmann, po të Gentile. Të Gentile akoma më keq. Jo, më të gjitha ata që flasin kundër. Po jo, më nuk është puna atje. Kërshnik, po, më dëgjon? Janë gati ta. Mund ta vazhdoj mendimin? Po, vazhdoj mendimin. Me që më pyetet, atëre, përpara Lewandowski. Ke një problem, të lutem rilidhemi dhe njerë. Gjevdet, rësajt e me. Qika, unë jam, edhe pas njave jam, do të them kështu, të njëjtën gjë që thuat për Kosovën. Edhe ne duhet i themi faleminderit kësaj kombëtare, faleminderit këtij trajneri që na dha gëzim. Kemi mund Serbin, kemi mund Polonin për herë të parë, kemi mund Çekin. Jo, falenderimi i madh i bi për presidentin, për federatin. Po ne e bëm Silvinjo ne, o zotëri. Po se mendimin me jepim me deputat, ne po që falenderimi. Po që ka një Silvinjo, ka një njerëz që falenderoj duhet presidentin e federatës. Shqipëria e bën. Që arriti trajner. Zvëndër strajner në Brazil. Zvënd strajner. Ore sa brazilian jam zvëndër strajner. Brazili ka 6 zvënd strajnera. E diti që ka 6. Trajneri Lionit. Edhe në 6 kemi aty. Ore po është merita aty. E kupton ti te Lioni sa ndeshje ka drejtuar? Sa ndeshje ka drejtuar? 2 ndeshje. Është tjetër zëvendës? Është ka dalë kundra vetes. Jo, ka dalë kundra vetes. Ai trajner doli kundra vetes. Kampion e Europës, kampion Champions, kampion është tjetër gjë. Është tjetër gjë, vëlla. Është tjetër zëvendës, është tjetër trajner. Silvinjo nuk njeh për trajner. Shqipëria në këtë këndvështrim, ja ta marrë dhon. Në këtë këndvështrim faleminderit presidentit federatës që na mundsoi kontratën e këtij trajneri. Ky trajner doli jashtë vetes, po shpjegoj. Po doli pra. Doli nga i brazilian. Silvinjo ti kur denji që votoi që të rinovonte, asnjëri se kërkoi në treg. Asnjëri. Denji një herë dhe qartë. Pa gjithë livadin e ofertave. Po te Biazin e kërkoi njëri. Pa livadin e bëri kontratë. Asnjë botem. Haroj këtu ikun kontratë. Ku çka kontratë? Marroj më. Vazhdojmë. Se isha Polonia, të lajmet kryesor të Kanal Plusi, e di çfarë dha? Silvinjon, golin që i dha asistin, që kthye ndeshjen me Real Madridin e asistin Mesit, edhe tha, inshallah, ky lojtari madh nuk na ngrënojnë kurth si atë që bënte Mesi. Pra, por futboll mirë ka luajtur, ne po themi për trajner. Mundsi ta kapësh te këtë vështrim. Sa lojtar të mëdhenj ka që kanë luajtur futbollin s'bën për trajner. Kjo George Haçi nuk bën për trajner. Mos themi ta Shqipërisë ngel Tatëri. Lojtar të mëdhenj që kanë luajtur futboll. Do jetë George Haçi trajner? Që kanë luajtur futboll, jo më jo te ne më burr. Atje jemi në Rumani. Kush vjen trajneri kombëtar? Ka akademinë vetes. Kush vjen tani? Do jetë trajneri i kombëtarës rumune. Kush do jetë trajner? Dhe kam informacione shumë të sakta për këtë. Po të ne? Edhe një të ne kemi. Të ne. Po që do thot do rinovoj? Që do thot, ç'a do thot? I kombëtarës së Shqipërisë është Silvinjo. Dhe? Kontrata e tij mbaron në Korrik. Ç'a Korrik ka mbaruar ai? S'ka ndeshje deri në Korrik, ç'a bëj tani? Ka ndeshjen qershor. Po ç'a do bëj tani? Ç'a do bëj? Ka mbaruar. Lojtarë të FIFA-s për tuat të futboll me ekipet kombëtare në qershor. Po mirë, misore është ajo. Nuk ka ndeshje misore. Qofse duka kanë ndërmend, më mirë të fusi një tjetër që të fitoj kohë. Që të fitoj kohë. Shqipëria nuk është një shtet i cili sa herë të vi momenti
do kërkoj trajner dhe ta ketë gati, është njëri që po pret aty. Mourinho, do Tashi vi Mourinho. kam unë mangësi për trajnerin, se ti se do trajnerin, se duket qartë. Edhe neve direkt. Unë se dua trajner, unë po bëj analizë. Jo, nuk ka lidhje fare. Jo, nuk po them nuk e dua trajner. Unë po them çfarë problemesh janë shfaqur. Çfarë probleme janë shfaqur vlla? Pse iku ky Berisha? Pse iku nga ekipi kombëtar ky Berisha? Ky Cegalleshi, ky Roshi po bën gole akoma në kampionat. Se ti s'ke lojtar me 4 hapa, që e ka hapin si kompas brigadieri del atje, del te Kornia. Neymar pse iku? Që akoma po lu, po e fut ekipin. Hysajn, e ke më të mirë në fush. Hysajn nga e gjenerat. Nga e gjenerat akoma, por. Një sekund tani. Neymar, ti më thua mua, këta. Jo, më kemi më respekt. Duhet të kesh më... Jo. 35 vjeç portierin tani. Edhe Benzema, që kështu ikë dha. Harruat ju. Ai na nxorr kampionatin evropian, ne duhet jemi mirënjohës. Dolëm dhe në play-offin e kampionatit botror. Po pse më zhupa, o profesorim, po pse më... Të bëjmë analizë... Po pse thua i në nëzori... Jo, më tani, dakord, po golat i bërë shqiptarët, më nuk i bërë Silvinja, më bërë. Atëherë pse në nëzori në vend fundit në Nations League, më bërë. Pse në nëzori në vend fundit në Nations League. Nëse mbaron... Ku ke pa trajner ti me 19 fitore, më bërë. Japim dorën ti themi... 19 fitore. Dhe 30 Jam me këtë që do zoti Riza, ai është kontrat dhe ndoshta rinovon. Ska lidhje të japim dorën. S'mund të japësh dorën se ka arrit objektivin ai. Ka arrit objektivin më. Emisionin e nisi Sulqa në analizë për ndeshje me Polonin. Si shqiptar. E ndi a gaboi Silvinjo në ndeshje me Polonin. Ndërsa për sa i përket këtyre, ai jo ta rinovoi kontratën, po ta vazhdoi se ka dalë me sukses. Atë pse